s'ka mundësi, duke që s'ka mundësi për shkak territorit edhe të komunave me shumicë serbe, kështu që më bo me kandidat, voto për një kandidat. A kemi shansë dili me pas dy palë zgjevja në njëjtën kohë? Apo tash ka mbaruar gjithçka, mund të bëhen me një datë tjetër? Për dallim nga zoti Zeqiri, unë vazhdoj të qëndroj besnik asaj që kam thënë që pa e marrë përgjigje nga gjykata kushtetuese është problematike e madhe. Pra nuk besoj që deputetët opozitarë në këtë rast do të votonin pro ose kundër ose do ta bënin korumin, se pak edhe kjo farë puna e korumit një farë problematike në veti, sa thot kryetari ose ushtruesi i detyrës kemi korum, mas ne s'kemi korum, kemi me pak interesant. Pa e marrë një farë forme përgjigje nga në gjykata kushtetuese se ky ndrimi i formës së votimit I çka po mendon që ndodh nëse gjykata kushtetuese do të thotë vazhdoni me komisionin për votim të fshehtë? Nëse ajo thotë, unë jam i bindur që disa deputet nga partitë opozitare të kaluara patjetër me lejen e partive do ta votojnë Albolina Haxhiun në këtë rast për kryetarin e kuvendit, vetëm në formën që ta vendosin Albin Kurtin në kohë, të thotë që të vendoset ai 15 ditëshi i formimit qeverisë, patjetër që Albin Kurti nuk do të arrijë të formojë qeverinë, pasi që ato vota nuk do t'i ketë për qeveri, e as opozita nuk është e bashkuar që të formojë një qeveri opozitare në këtë rast, dhe kështu që të gjithë të shkojmë në zgjedhje. Sadiku, Zeqiri, propozimeri apo zgjedhje të reja? Po tash, propozimeri kur them i bie për të vendosur. Me që pritet një vendim i gjykatës, se e lën votimin e fshehtë apo e kthen në votim të hapur, si dha lejohet sa herë ka të drejtë një kandidat mu propozu, atëherë nëse ai ofron disa mundësi gjykata kushtetuese, ashtu që ka ofruar edhe mundësinë e kryeministrit që nëse ti nuk e bën si parti e parë qeverinë, jepet mundësia partisë dytë e partisë tretë, në qoftë se i bën ai numrin për 61 në nënshkrimeve. Partia e dytë, partia e dytë mund me propozu kandidatin e partisë tretë, në qoftë se jep njëjtin mendim, atëherë këto do të ketë një votim të kryetarit të kuvendit, sa me shtin lojë qeverinë, formimin e qeverisë nga partia e parë, e unë besoj që nuk i ka numrat, sepse ata po thojnë ne numrat për qeveri i kem, po për kuvend nuk i kem, këtë s'mund me kuptu. A u shkojnë llogaritë të njëjta, apo mund të ketë dallim? Vetëm në rast se zoti Limaj nuk e ndryshon komplet qasjen edhe llojin e tij. Ata kanë thënë që kanë marrëveshje për qeveri me Jo, zoti Limaj nuk ka marrëveshje. Nuk ka thënë që kanë marrëveshje. Unë jam i pajtimit dhe unë e që zvotin vesh për kryetarin e kuvendit. Nga përfaqësuesit të vetëvendosur kanë thënë se ne kemi marrëveshje me Limajin për qeverinë, e jo për kuvendin. Zoti Limaj ka thënë diçka tjetër, ai ka thënë që Zoti Limaj nuk bëhet pjesë e qeverisë Albin Kurtit. Pse? Zoti Limaj nuk i thot shef Albin Kurtit. Zoti Limaj pranon vetëm një pozitë, kryetarin e kuvendit të Kosovës. Edhe që është problematika jo. E që është problematike, po megjithatë ja ka ofruar një mundësi me dal me zgjidh problemin. Prandaj që Limaj nuk bëhet ministër, sepse është e vërtetë që Limaj nëse bëhet ministër, kandidati i tij është në listë i parë që bëhet deputet, po megjithatë Limaj unë e çëshën ja. Po flas ashtu që është ja, Fatmir Limaj nuk e thot shef Albin Kurtit. Kështu që Limaj nuk e pranon pozitën e ministrit në qeverinë Kurti, sepse edhe kjo qeveri nëse bëhet prap viti 2026, është vetë zgjedhor, kështu që është katë edhe. Çdo lloj qeverie nuk mund të me kanë një gjatë, kështu që përndryshe nëse hihet në lojë, edhe jepet 15 ditë qeverisë nëse konstituohet kuvendi, sipas vendimit gjykatës kushtetuese, atëherë qeverinë Kurti nuk ka me pas qeveri Kurti 3. Partitë opozitare duket që s'janë as ata kërka, sepse raportet s'po shihet as deri në tunell, sepse LDK po thotë që ne zbashkëpunojmë me asnjë parti politike do na mëndajt në opozitë, sepse qeveria nuk është. Ai do të dëmtojë shumë. Ai po kërkon një qeveri të fuqishme, një qeveri që sjell edhe se vota që sjellin edhe presidentin në vitin e ardhshëm, kështu që s'ka komi marrë për paqen edhe VV në atë koalicion, kështu që edhe unë e shoh harxhohen 15 ditë i partisë parë, tentohet mu formu nga partia e dytë qeveria, ndoshta edhe formohet sepse nuk e di atë munden me lëviz. Deputetët e LDK-s nuk lëvizin. Po ashtu edhe për AK po flas. Duket që nuk lëvizin.
Dërsa të vetë vendosja nuk